Një numër i madh i reformave në sistemin e drejtësisë janë premtuar nga qeveria e cila është aktualisht në pushtet. Këtu bëjnë pjesë zhvillimi i procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë, reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Byroja për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme e tjerë. Megjithatë, deri më tani, asnjë prej këtyre reformave nuk është përfunduar dhe nuk është jetësuar në praktikë. Sa i përket procesit të vettingut, duhet theksuar se ky proces nuk ka filluar asnjëherë. Ajo çfarë është bërë deri më tani është draftimi i amendamenteve kushtetuese që lejojnë zhvillimin e procesit të vettingut në sistemin e drejtësisë dhe që Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës u ka dhënë dritën e gjelbërt amendamentimit të miratimit të këtyre amendamenteve kushtetuese. Megjithatë, këto amendamente nuk janë miratuar asnjëherë nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, ashtu që ky proces nuk ka filluar asnjëherë. Sa i përket reformës në Këshillin Prokurorial të Kosovës, një reformë e tillë është e domosdoshme. Aktualisht do thotë në Këshillin Prokurorial të Kosovës ka një funksionim, siç e ka quajtur Komisioni i Venecias, korporatist. Dhe për këtë arsye, reforma në Këshillin Prokurorial të Kosovës është e domosdoshme. Ligji i parë për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës ishte miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, mirë po ishte gjetur si kundërkushtetues dhe ishte shfuqizuar nga ana e Gjykatës Kushtetuese. Nga ideja fillestare për uljen e numrit të anëtarëve në Këshillin Prokurorial të Kosovës, Ministria e Drejtësisë shkoi me idenë tjetër për rritjen e numrit të anëtarëve në 19. Komisioni i Venecias nuk e përkrahi këtë qëndrim dhe këtë zgjidhje ligjore dhe që fatmirësisht pat një tërheqje nga ky propozim, ashtu që ligji i fundit është miratuar me një përbërje prej 7 anëtarëve të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Aktualisht edhe ky ligj është duke u shqyrtuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës. Sa i përket byros për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, ligji përkitazi me këtë byro është shpollur si kundërkushtetues nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës. Pas këtij aktgjykimi, qeveria pa asnjë konsultim publik ka proceduar tutje me këtë projekt ligj dhe ka miratuar të njëjtin në qeverinë e Republikës së Kosovës. Kështu, të gjitha këto reforma të mëdha, përkundërse të njëjtat janë premtuar, nuk janë jetësuar në praktikë. Për këtë arsye, kjo qeveri nuk mund të mbohet në mend për reforma të mëdha. Më tepër se për reforma, kjo qeveri do të mbohet në mend për cenimin e pavarësisë së sistemit të drejtësisë përmes deklaratave publike dhe jo përmes reformave substanciale në sistemin e drejtësisë.